Në kapitullin An'am, ajetin 9, Allahu fuqiplot thot: "Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan la labasna 'alayhim ma yalbisun." Sikur ne ta zgjedhnim një angel, një melek, dhe ta bënim atë në formë të njeriut, atëherë juve kishin me u përzi gjërat. Do të thotë ata prap kishin me refuzu, mirë po tash ata do të binin në konfuzitet. Një melek i zgjedhur nga bota qiellore, i personifikuar një njeri, dhe tani do të dilnin dilemat se a është ky njeri apo është melek. Megjithatë, do të thotë në këtë kuptim i dërguari ynë sallallahu alaihi wasallam ishte njeri i rëndomt, jetoi në mesin e njerëzve, sikur të gjithë njerëzit të tjerë, ushqej sikur ushqeheshin të gjithë njerëzit të tjerë, flinte sikur flinin të gjithë njerëzit të tjerë, smuhej, gëzohej, dëshpërohej, të gjitha këto do të thotë ishin pjesë e personalitetit të pejgamberit ton Muhamedit alayhis salam, ndërsa në anën tjetër ai kërkoi prej njerëzve që ai të jetë yrnek, të jetë shëmbëltyr për njerëzit. Prandaj ky ishte një mesazh shumë i thjeshtë për njerëzit, për ata të cilët dëshirojnë të thotë ta kuptojnë rolin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe ky është sikur këtë pejgamberët të tjerë, të cilët linden nga nënat dhe baballarët e tyre, u rriten në mesin e popujve dhe shoqërive të tyre, dhe ajo çfarë kërkoi prej tyre është që ata ta pranojnë dhe ta marrin si shembull dhe t'i pranojnë mesazhet të cilat ai i përçonte nga Zoti i tij.